Përshëndetje, në kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit një iftar të shpejt dhe shumë të sheshëm. Këtu në tenxhere i kom zi 1 kg me gjys krahë pulës me një lugë të gjellës me gjetë, një lugë të gjellës me hudhër të blume të terror, jo krejt plot edhe ujë normal të nxehtë. Në anën tjetër i kom marrë 5 patate, i kom pastru, i kom qeruar dhe ja kom bërë kështu vijat me thikë, siç po shifen. Gjys gotë jo krejt gjysën, më pak se gjysën, pra me vaj. Edhe jo krejt plot, një gotë të çajit me halta ose ajk ose shlagzane. Në anën tjetër një lugë të gjellës me biber të kuq, një lugë të gjellës me hudhër, prap një lugë të gjellës me vegetë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Patatet i kom qit pra në tepsi. Marrim krahët e pulës edhe i renditim në tepsi, pra 1 kg e gjys. Mbas e kemi qit krahët e pulës në tepsi, patatet po ashtu në një bakall, tash i përzina melmesat, vajin pra, siç thash, më pak se gjysma e gotës çajit, edhe halta po ashtu. Dhe u qesim përmi, sikur se patateve, ashtu edhe krahët pulës edhe i përzina. Mbas se u kemi qit pra të gjitha, sikur se krahët pulës, sikur se patatet, thashti me duar, kështu i përzina mirë. Krejt në fund prap e morëm një lugë të çajit, me thonë vegetë, edhe krejt përmi ja u qesim. Ja u qes, sepse ju duket nështë shumë, e kom qit një lugë gjellës, por 1 kg e gjys janë, kështu që nuk është shumë. Krejt në fund pra, siç thash, një lugë të çajit me vegetë, ja u qesim kapak kështu përmi, edhe marrëm tash të letër, si gjithmonë përpjekje 1-2 letra, i lagu me ujë, ja qesim përmi, furrën e kom nxejnë temperaturë 220 gradë që tjetë pra furra e nxehur. Edhe ja qesim pra letrat përmi, me njëherë e fusim pra tepsi në furrën e nxehur masanena. Edhe krahët e pulës po tregojnë se gatuj me zemrën, formë zemrës. E kemi heka tepsin prej furrës, për rrafsh 1 orë e kom lënë pra edhe krahët e pulës që të rreshkën së bashku me patatet. Janë zbut patatet shumë mirë, ashtu që duhet me qenë, tash e shikojna me një piron që ta shifni dhe jo. Të buta pra janë zi shumë mirë, po ashtu edhe krahët e pulës janë rreshkur, ashtu siç duhet me qenë të rreshkt. Një salat onash edhe ka një knaq, pra kur nuk keni ide çka e përgatit për shpejti, pa marrë parasysh tash për iftar apo ma vonë për drekë ose darkë, kështu që na bafshin mirë neve, ju e po ashtu nëse provoni, faleminderit që më ndjekni për përkrajën juaj, për komentet e bukura, Allah na pranoft agjërimin e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina e Nerit ju them, miru pofshim.